Sot në orët e hershme të mëngjesit, me ngritjen e flamurit, ka nisur zyrtarisht shënimi 18 vjetorit të ditës së pavarësisë së Kosovës. Gjatë ditës janë parapar homazhe, aktivitete kulturore dhe organizime festive në ndërim të sakrificës së brezave që kontribuan për liri dhe shtet ndërtim. Kjo ditë nuk është vetëm një datë në kalendar, por një kujtesë e përbashkët për rrugën e vështirë drejt lirisë, për dhimbjen e humbjeve dhe për shpresën që u shndrua në realitet. Me 17 shkort, institucionet dhe qytetarët kujtojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës të vitit 2008, një moment historik që shënoi një kapitull të ri për shtetin më të ri në Evropë. Në këtë ditë feste, në orën 14 në Prishtinë, do të mbahet edhe marshi organizuar nga platforma Liria ka emër, me thirrjen drejtësi jo politik. Ky marsh është mbështetur nga politikanë, organizata të dala nga lufta, artistë dhe qytetarë nga e gjithë Kosova. Marshi organizohet për krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që bëhen padrejtësisht në gjykatën e Hagës. Viteve të fundit, udhëheqësit e kësaj platforme kanë deklaruar se kjo festë nuk është e plotë pa lirimin e atyre që shpallen pavarësinë e vendit tonë.